Unë që nge që kom bo hala, edhe mërë më sa ka lidhje. Ti që janë të shkallën para 125 viteve. Duqe mbi duqe, hajde hajrushe. Sot rasisht hasa në zotrien I cili çdo ditë na befason me veshin e tij, karakteristike tradicionale kosovare. Përshëndetje. Përshëndetje edhe juve, kushtrim. Agja Shukri, edhe pse je I shumë në mosh, s'do kësh ashtu, po dhe se nese. Unë që nge që kom bo hala, edhe mërë më sa ka lidhje. Jo, po do kësh në 22 vjeç. Atë po e vërteta. Unë po të shë që jo, këto veshje janë karakteristike pej apangav, qërapat e leshta, tirqit me dy gojtana. Ka tirë që janë të shkallën para 125 viteve. Mi ka në dhonë do t'jem të ri këtu të Prishtinës, apo del tha do që, të e tha pa parë, thash pa parë si marë, pa parë, tha në ka dek, babgjysh në ka dek bova, tha na nuk I veshë. Këto janë do më thonë tirë që bashkë. Po, kësho me gojtana, has me gojtan. Kjo është një gjurdina, Po gjurdia. Që kësa I kanë thonë gjurdi. Bluza është e jotja, tradicionale, tipike, shqiptare, albaneze. Klisha për telefona, po telefona në 2G-na këto, se me 2G. Lutëm. Që kjo është një ora, po? Po, ora, po. Ora, apëna të regën se vëllha njerëzit I kanë harru që kjo. Jo më orën, jo telefonit, jo. Orën këta, se ki kështu si në gjinë orën kështu me sahat së këtë neshtë. Po në Messenger po hi njerëzit. Messenger po hi. E qëto shka janë kjo? Mos janë duqe. Duqe këta janë. O, vallahi e kum dit. Që kjo është ajo konga që thëjnë duqe mbi duqe, që kjo? Qëre, soknena. Apo në mi hek? Veç me këshyll. Këshëre njerës duqet. Kanë shku njerës me duqe, një par duqe, I ka marrë me misër, edhe I ka qonë shpe, sa për me hangër me pi me një par duqe. Qëre? Qka kanë karakterizu këto duqe? Këta karakterizojnë, është një tradit shqiptare, me duqe kanë bajt bukën nara. Për që kanë prashit. E pse bash duqe? Po nuk ka pas najlon atë, nuk ka pas keshe. Nuk ka pas. Pastaj kanë përdorur mas shumë ti për pazar, për treg. Me ble gjana ushqimore. Do më thonë, apo mi qëtë mu e duqet që to vish ta që shpo më rrin? Këshëri duqet. Duqe mbi duqe, hajde hajrushe. Koko, sa mirë. Ajni mirë që sheni, ajni mirë që sheni. Ja, këta sa kanë ajni mirë që sheni, po kjo kanë duqe në pazar, e vnoj ke dorën që shto, edhe mi afquar ga dhe bukën të ara, me shku në pazar, këto s'kanë ble lakna eksistene, jo, se I kanë bërna për shpia, duqet janë kanë veç për, në mullinja kanë shku me duqe me blu, I kanë bledhe laknat qytetartë. Këshere për një lakën e madhe se kesh zani duqe. Jënë konë laknat ma të vogla këtyne. Se so rreshin laknat e këtyne hershit. E qonë në vend laknat ko marra më. E keshti qadrën, sa miro zët. Ko marra vukmenat e telefonit. Këshere dhe vukmenat e telefonit në duqe. Po në të lutë. Vëlloj nga shka për thëmë, vukmeni me duqe është ma I mirë se e runë kualitetin, duqja është edhe e lesht, duqja nuk prishet, duqja nuk shkoqet, duqja nuk thehet, duqja nuk vjedhet, duqja nuk përbuzet, se duqe ka një buka, ka një gjithë shka. Kushtrim, vukmenet I ko marrë se janë formu shumë panele për shumë shtetëve të botës, mërgata, po inkuadromi në biseda, lloj pyetje, lloj temash, I marrë me veti shkaku I komunikimit me vukmenet, mami, po, qashtu, po. Amba seriozisht që të duqet kanë hup, njerëzit nuk e din shka janë duqet. Nipat e mi dhe mesat e mija, o gjështë që thonë këtyne, kuri pa ta shkuen në Prizren, I kum lyp, s'ka, e kështë pas që si fa. Thash, a mund me kep, thash, që se qysh ja vizatova. Tha po, sa të kushton që kaq. Pilja kom dhënë 5 armative, që përdu me thonë. Kur kom ardhë në shpe, edhe kom nuhe, sa njerë më ka fotografu, sa njerë ja fotografu me të. Nostalgji, gjyshetona. U fejeshin qikat të në hershit, me duqe që ishin dorën, mja bë për hajrë. Me duqe që ishin petlat, mja bë për hajrë që I kalin gjak. Peshkirin tani këtu e kanë shtije. Ja, e vërteta. Këmi ishën për mas, peshkirin për para, edhe lullet I ma ishin dorë. Edhe po më veshi mu nipa me, qka e thonë, kuj ke marrë, qka kjo? Thash duqi, që është duqi?
Se unë njerë i thash, vetë një baba të ju, se unë 2 djeme kam. Po, a i dishin baba të Nuk e dishin as jemt. Shkamë. Unë u befasova të që e qilove të që e Jo, ne dite. të që është duqen s'me dishmi, vallahi kur ashin këtë në hershit, babgjysha ton pi Ferizajt, ose pi sherit, pi pazarit, i shtishmi durt në duqe, fëmija me marrë ka një shiqerë. Përveç duqiv, për para o përdojrë edhe zemilje. Zemilje në kanë marrua. Zemilje së di. Zemilje, Arkën e di. zemilje o formua sikur qanta me 2 vega që është. A, tur, Kujtohet. Ato me si farë... Me bezi si Me tezve. veshalka të mistit, kalamoqin vjesht që i rajshmi, e me ato farë veshalkat e tamakut, i dredhshin e i marrëshin zemili që ashtu maru. Zemili o majt buka o majt. Zemilje pas ka marrë emnin e mirë, se zemil, me pas emnin Gjemil, o Gjemil, merë një zemil, e shko që të një foragji. Sa janë të rujt traditat prej njerëzve? Qysh? Sa janë të rujt njerëzit që të tradita, që kur ti që i runë duqit? Qëre, traditat kombëtare shqiptare janë në zhdukje e siper. E une e një vetin krenar, kër i veshit teshat kombëtare, e sidomos duqit, koburen. Gjurdinën. Po, Gjurdina, këthe për mas që ka pas Gjurdina këtë farësën, për shka e ka pas, vish pak ta je ki duqit, ti ndima jo në duqit, për shka e ka pas Gjurdina qëta? nuk e di, nuk të rej. A e di shka e ka pas? Për çka? Që të kalëzëjon, që të spedishe, po unë e di, Gjurdina e ka pas që të farë jelekin, këtë farë jakën që i kanë thonë, natën për me rujt kryet, edhe për mos mu pa në terë, se zakonisht kanë majt plisat bardhë. E për me mlu plisin e bardhë dhe kryet, e kanë mlu me këtë jakën e Gjurdinës, që për me hec në terë, bës mu vrejt kur gjo heq. Ajo te koka shumë e vërtet. E vërtet, Po, unë e shka tham dë vërteta, së për duqit kanë shërby shumë kohë të lashta, i liret dhe para i liret tonë, me duqi e kanë marë tëkën tonë, me duqe e kanë mbrojt tëkën tonë, a kanë thonë me shkat kisht njeri loftën, i moshin gurt këta duqit me gurë edhe gjujshin, kur se harra ishmi dë vëgël, Gjermani kur na poshtë. Allah rajte që të se ti se të mëri Gjermani, le, po zotin, ha. Ta zemrën. Po, ju gazetarët e dini drejt që ku po vu, ha. Ta zemrën drejt zotin.